Te ne nuk e nevojë hiç me bon luftë me këto institucione që kanë bërësi të madhe. Unë do doja të isha njeri i fundit që do të flesja për bërësinë e institucioneve të sigurisë që e kemi në Kosovë, se një farë nuk do ta bëjmë me çeft këtë, po. Absolutisht, është edhe çështje e konfidencës, edhe çështje që si ne rezultojnë në raportet me Serbinë në këtë rast. Po vetëm një rritje çmimit të naftës Kosovën e destabilizon. E që ne çka jemi të pa tash, jemi të pa pikërisht një farë amnistie dhe një farë paaftësi institucioneve tona. E që sinqerisht kjo që rezulton me reduktimin e trupave amerikane, edhe këto lejem të them, ne jemi mësuar po reduktim të trupave të NATO-s, normalisht janë të kontingentit gjerman, suedez, veç kur flitet për reduktimin e trupave amerikane. Besoj nuk është situatë e mirë. Është situatë shumë shqetësuese vetëm kur e thu si fjalë. Pra se duhet i bajnë në ankth. Absolutisht, se në një anë e inkurajon nacionalizmin serb, e sidomos këtë brishësie që ka Bosnia në situatën politike. Normalisht edhe ne që kemi në raport me Serbinë në këtë Ballkanin që historikisht ka pas lufta dhe ka pas konflikte.